Si shkon puna në përgjithësi, si duket e komuna juaj? Po shqipni, puna në komunën tonë në përgjithësi është mirë, por ne tash kemi një situatë të re kur në këtë 4 vjeçore pa ndryshimin. Edhe qytetarët mund të bëjnë krahasim si ishte para vitit 2021 dhe si është prej 2021 deri tani kur jemi duke bashkëbiseduar. Ndryshimin duhet ta vlerësojnë qytetarët. Komuna e Bërbenicës ka qenë një komunë shumë transparente, komunë që është udhëheq 20 vjet nga shqiptarët, por ja që vitin 2021 ndodhi një diçka dhe kaloi në duart kandidatit aktual ose sekretarit aktual dhe gjithçka ka ndryshuar në kuptimin e transparencës, mirëqenies, administratës komunale, punësimet politike në çdo segment. Prandaj janë zgjedhjet dhe është qytetari që duhet të thotë fjalën e fundit.